si pasojë një zjarri të rënë në një nga diskotekat, teksa performonte një band çoi në humbjen e mbi 50 personave. Kjo ka sjellë irritim shumë të madh në Maqedoni, ku ka pasur reagime të shumta, ka pasur persona të cilët janë marrë në pyetje, ka pasur hetime, gjithashtu ka pasur dhe reagime nga njerëz të ndryshëm që kanë dalë deri tani në formë homazhi, por që ndoshta në një të ardhme jo shumë të largët të kthehen në protesta. Për më shumë kam të ftuar në një lidhje Skype Arianit Xhaferrin, aktivist. Arianit, shumë faleminderit për kohën dhe për mundësinë që na dhat për të diskutuar rreth kësaj ngjarje, le të themi, shumë tragjike. Falenderoj edhe unë për ftesën dhe shumë më shumë për interesimin që tregoni për këtë tragjedi që ka goditur vendin tonë. Tragjedi e cila ka prekur shumë fuqishëm zemrat e gjithë qytetarëve, si të maqedonasve, si të shqiptarëve, si të minoriteteve tjera që jetojnë në vendin tonë. Arianit, a mund na thoni pak se a mund të ishte një ngjarje që mund të ishte parandaluar nëse autoritetet mund të kishin funksionuar siç duhet? Po pikërisht, si shtat edhe ju në hyrjen e kësaj interviste, domethënë zjarri ishte ndoshta pasojë e shkakut është krimi dhe korrupsioni në vendin tonë, i cili lejon subjekte të këtilla dhe jo vetëm që të punojnë në mënyra të lira, kështu pa u inspektuar fare, pa u kontrolluar si duhet, ju jepen licencat e punës pa mos marrë parasysh, domethënë gjitha rregulloret dhe procedurat që janë në fuqi, të cilat kërkojnë domethënë një kontroll strikt të kushteve përpara se një subjekt të kalojë, domethënë të jetë operativ, të jetë në funksion. Nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut goditet nga një tragjedi ku zjarri merr jetë njerëzish. Unë do doja të sjell në vëmendjen e shikuesve tuaj se më 8 shtator të vitit 2021 në qytetin e Tetovës nga ku flas unë dhe nga ku jam unë, 14 pacientë të shtrirë në një spital modular të shtrirë, domethënë shkaku i pandemisë COVID-19, humbën jetën në një zjarr, domethënë i cili ndodhi krejt papritur dhe domethënë ishte një tragjedi ndoshta shumë e madhe në atë moment. Njerëzit kërkonin shpëtim në spital, ndërkohë që shkuan dhe gjetën vdekjen 14. Pak më vonë, 23 nëntor të vitit 2021, në një autobus të një ture domethënë nga Shkupi në Stamboll dhe në kthim mbrapa, 54 udhëtar u dogjën të gjallë në Bullgari, shkaku i një aksidenti që ndodhi në një nga autostradat e atjeshme. Dhe domethënë 54 viktima, siç thash, u dogjën. Po më herët kanë ndodhur edhe tragjedi të tjera të cilat nuk kanë përfshirë zjarrin, po thjesht po i përmend pak këto 3 të fundit, për shembull në vitin 2019, një autobus i linjës Shkup-Gostivar del nga rruga, devion nga rruga dhe përplaset domethënë dhe bie në Humner, ku 16 udhëtar humbin jetën tragjikisht, domethënë nga 51 udhëtar sa ka patur autobusi, fatmirësisht banorët e fshatit Llaftkart ku ndodhi aksidenti ndërhyjnë shpejt dhe shpëtuan shumë jetë njerëzish. Pra këto janë spaku 3 rastet e fundit më tragjike, vdekje masive, vrasje masive, do thoja, që kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, të cilat as se si të na lënë rehat, edhe as se si të na bindin se mund të jemi të sigurt në një shtet si ky joni ku jetojmë, dhe sigurisht që revolta dhe mlefi i qytetarëve është shumë i lartë, po aq sa e madhe është edhe dhimbja për këto humbje të njëpasnjëshme. Çfarë vlen të thuhet për të trija këto raste që përmenda më herët, domethënë është që në rastin e autobusit që ra në Humner dhe vrau 16 udhëtar, pronari i agjencisë autobusit dhe kompania që kishte në pronësi agjencionin turistik, agjencionin e udhëtimeve, domethënë që mbanin linjën Shkup-Gostivar, ishte po ashtu në pronësi dhe një kontroll teknik të automjeteve, ku vetë i kontrollonin, inspektonin automjetet e tyre, autobuset e tyre për t'i lëshuar në trafik. Pronari i kësaj kompanie mori një ndëshkim, një heqje lirie, domethënë nga 4 vite kushtuan 16 njerëzish,
dhe më shumë më të madhen e pagoi pozitsi i drejtuesi i autobusit, i cili u dënua me 14 vite e qelirie. Do të thënë në total 18 vite për 16 jetë njerëzish, të cilët po ktheheshin nga vendet e tyre të punës në vendbanimet e tyre në Gostivar. Më pas në rastin e autobusit të linjës Shkup-Stambol-Shkup, do të thënë këto në fakt operojnë kanë turizëm, do të thënë xhiro turistike organizojnë kështu ture për në Stambol. Të përmend domethënë edhe një herë 54 viktima, drejtuesi i ndërmarrjes dënohet me 1 vit e 8 muaj heqje lirie, 13.000 euro gjop dhe 4 vite i hiqet licenca për të operuar me agjencion turistik. Për informacionin tuaj dhe të opinionit, i njëjti pronar, i njëjta kompani thjesht ka ndëruar emër, ka marrë leje të reja dhe vazhdon të operojë mbase me autobuset e njëjtë. Domethënë vazhdon të operojë linjën Shkup-Stambol. Modulari i 8 shtatorit 2021, zjarri në modularin e Tetovës, spitalin modular, domethënë u zhvillua një proces gjyqësor ku nuk u fokusua fare hetimi në shkaqet që çuan deri ke zjarri dhe si pasojë vrasja e 14 tetovarëve, por u dënuan me kusht drejtori operativ, drejtori teknik i spitalit për shkak se kishin lejuar, domethënë ta dy u dënuan sepse kishin lejuar prani të civilëve në hapësirat e spitalit ku po trajtoheshin pacientët me Covid. Pra, nuk u bë asnjë hetim i mirëfillt për të gjetur shkaktarin e zjarrit dhe fajtorët që çuan deri në vrasjen e tmerrshme të 14 pacientëve që ishin shtrirë për të trajtuar me Covid. Gjitha këto situata e mbushin aq shumë kupën sa që mlefi dhe revolta qytetare domethënë sa shkon e rritet dhe si pasojë e asaj disa mijëra qytetarë dje në sheshin e Shkupit u tumbuan për të bërë homazhe aq edhe për të protestuar ndaj korrupsionit dhe padrejtësive, por ishte kryesisht, nëse do të quajmë protestë, ishte një protestë shumë e qetë, e cila nuk është se na garanton njëri që nuk do eskalojë edhe në ditët në vazhdim. Për ditën e nesërme është parapartë funerali i viktimave të diskotekës në Koçan, ku ndodhi domethënë tragjedia e para 3 ditëve ku 59 persona të rinj të vendit tonë humbën jetën, dhe pritet që mbas funeralit të shpërthejnë edhe protesta masive, mbase ndoshta edhe të ndryshme të jenë, për shkak se siç thash, është këtu më e qartë se çdo kush e thot, më parë mendonin, po tani më çdo kush e thot që nuk vret zjarri, nuk vret aksidenti, vret korrupsioni në cilin jemi zhytur si shoqëri, edhe udhëhiqemi nga persona të korruptuar, të cilët fatkeqësisht vetë vjedhin, por të cilët kanë marrë në kontroll të plot drejtësinë e kalpur dhe të kapur të vendit tonë. Ranit, do të pyes pak për personat e plagosur. A vazhdojnë kurohen, janë në gjendje kritike, kanë dalë nga gjendja kritike? Lajmi i mirë deri në këtë moment, spaku nga edicionet e fundit të lajmeve që kam ndjekur, kam një ditë shumë të ngjeshur, por pak para, domethënë pata mundësinë pak të ulem para televizorit. Lajmi i mirë është që nga mëngjesi i kopshëm i tragjedisë në Koçan, asnjë nga të lënduarit nuk ka ndruar jetë. Domethënë për lajmi i keq ose lajmi ndoshta do them që duhet të na mbajë të mërzitur është që shumë pak prej tyre ju është përmirësuar gjendja ose janë në gjendje që e kanë kaluar rrezikun. Janë në rrezik, por fatmirësisht janë akoma gjallë. Vazhdojnë të dërgohen në metropolave të Europës edhe të shteteve fqinje për trajtim, sepse vendi jonë nuk ka një departament të trajtimit të djegjeve në spitalin klinik, në spitalin universitar në Shkup. Pra vazhdojnë të trajtohen në Bullgari, në Greqi, në Serbi, në Vjenë, në Austri, domethënë, dhe sot ishte lajmi i fundit që së paku 2 pacientë do niseshin për në Stockholm të Suedisë. Pra vazhdon trajtimi i tyre, ndërkohë që aktivistët, qytetarët mundohen që të sigurojnë akomodim edhe t'i mbulojnë shpenzimet e rrugtimit për familjarët e këtyre fëmijëve, këtyre të rinjve që do trajtohen në spitalet të ndryshme të Evropës dhe vendeve fqinje.
Arjani, si shpjegoj që në një ambient si që është diskoteka ku parë dhe nga numri madh i kapaciteti që aty ishin thuhet 500, po thuhet që mund të ketë edhe ketë pasur edhe më shumë. Nuk ishte një sistem të mirëfillt kushtesh, sistem anti-zjarr, sistemi i evakuimi nëse bie zjarr në mënyrë të shpejtë, dyer emergjence. Pse pikërisht mungonin këto në një ambient që kishte një kapacitet shumë të madh njerëzish? Ashtu. Gjitha këto që përmendet janë kushte, dhe jo vetëm, janë kushte për të operuar një kabare apo një diskotek apo një klub nate, mirë po secila prej tyre shoqërohet me një kosto të caktuar, të cilën pronarët e këtyre bizneseve mundohen ta evitojnë me çdo kusht, mundohen ta shmangin sigurisht, e këtu gjejnë ato shortcutet, ato mënyrat e shkurtra, domethënë të korrupsionit, ku i fut ta lek në xhep një inspektori që ka ardhur të bëjë inspektimin dhe vlerësimin e objektit për të marrë një leje të caktuar. Domethënë, korrupsioni është aq i lartë në Maqedoninë e Veriut sa që nga rojtari ke dera e hyrjes në një institucioni deri tek drejtori i atij institucioni apo ministri apo kryeministri janë të korruptuar dhe janë të fiqur. Dhe kjo na kushton jetë njerëzish. Për të marrë një leje, për shembull, unë për vete tani jam në fazë investimi për një biznes që bën matjen e vlerësimit dhe rrezikshmërisë në vendin e punës, na duhet për shembull një sër dokumentash, një sër kontratash, instrumentesh, hapësira pune, kushte të veçanta dhe sipas gjitha po flas domethënë për një qendër e cila nuk bartë rrezikshmëri të lartë. Domethënë ideja të duhen falë që ndërpres, të duhen më shumë ty letra që do kontrollosh punën, domethënë kushtet në punë, se sa një magazine të madhe që do funksionojë si kabare, si diskotekë. Dallimi këtu është që domethënë unë dua që zbaton rregullat kurse ata nuk i zbatojnë rregullat. Dhe dua që të inspektohem sepse dua që ta kem punën mirë, por ata që nuk duan të bëjnë ndonjë investim shumë të madh, gjejnë mënyrat për të futur ca lek në xhepat e dikujt, edhe për ta zgjidhur këtë problem. Dhe kjo nuk është vetëm në këtë rastin e kësaj kabare në Koçan. Domethënë kemi gjatë stinës së verës zakonisht në Maqedoninë e Veriut shkakui numrit të madh të emigrantëve që kthehen verës, bëhen shumica e erdhasmave. Dhe në shumicën e këtyre saloneve që mbahen, domethënë këto wedding halls që janë në qytetin e Titovës, pjesa më e madhe e tyre domethënë nuk kanë të ekspozuar asnjë plan evakuimi, as aparatet kundër zjarrit, as hidrantet të shënuara se ku janë. Nuk kanë asnjë derë emergjente, më ka ndodhur të shoh një tavolinë ekstra të madhe me 12 ujëse që ka zënë, ka okupuar atë hapësirën e daljes emergjente, dhe domethënë vetia për sigurinë është sa e ulët tek qytetarët, aq e parëndësishme për pronarët e bizneseve, të cilët shikojnë të maksimizojnë profitin duke shpëtuar çdo milimetër të hapësirave të tyre të biznesit. E njëjta do ketë ndodhur edhe në Koçan, ku edhe tavani domethënë i diskotekës, po edhe pullazi i objektit ka qenë i mbuluar me azbest, me çka domethënë është lëshon gazra helmues shumë të rëndë, për çka edhe shumë doktorë gjatë viteve të fundit ju kanë bërë thirrje edhe të pranishmeve të tjerë që kanë qenë në diskotekë, por që nuk kanë pësuar nga zjarri ose nga dëmtimet në një stampedo që ka ndodhur gjatë ikjes, që të paraqiten tek mjeku anë për të kontrolluar, sepse mund të kenë inhaluar gazra të ndryshme toksik, të cilët mund t'ju shfaqen probleme më vonë. Pra, ka pasur që njerëz që edhe pse mund t'i kenë shpëtuar zjarrit, janë helmuar pikërisht nga materialet që ishte ndërtuar magazina. Ashtu, sepse ajo magazin ka qenë në fillim ka qenë një uzinë tekstili ku janë prodhuar qilim të ndryshëm, më pas domethënë është bërë si depo për mjete për materiale tekstile, dhe më pas domethënë ridestinohet në një klub nate. Çdo ridestinim i objektit në një hapësirë të caktuar është domethënë duhet marrin licencën lejen nga bashkia, domethënë bashkia jep një aprovim se një objekt i caktuar ka apo nuk ka kushte për të ridestinuar edhe për të bërë për shembull, nuk e di, një kabare apo një disko apo një çfarë do qoftë që bëhet. Mirë po këtu domethënë të gjithë gjejnë mënyrat e shkurtra për të arritur deri tek qëllimi kryesor, dhe kjo kushton jetë njerëzish. Pra kjo është ai korrupsioni që vret,
që fatkeqësisht domethënë mori edhe 59 jetë të tjera dhe shpresojmë që të mbyllet me kaq. Lajmi tjetër që është i keq është sepse shteti jon po shkon drejt një shtrëngimi në kuptimin mediatik, nuk e di sa keni arrestimi e gazetarëve. Ashtu janë arrestuar mbrëmja ndaluar 2 gazetarë të cilët kanë përdorur dron për të regjistruar momentet e homazhit dhe protestës në Shkup. Dhe kjo Po me çfarë motivi janë arrestuar? Kjo hasi në një kritik shumë të madhe në opinionin publik dhe sidomos mediatik. Janë arrestuar me pretekstin se nuk kanë patur leje për të operuar dron në atë zonë të qytetit. Ndërkohë që ajo zonë, sheshi kryesor i qytetit, quhet sheshi Maqedonia në Shkup, është zakonisht sheshi ku mbahen koncerte masive, mitingje partish, kështu gjërash, dhe askush asnjëherë s'ka marrë asnjë leje për këtë qëllim. Mirë po, çështja që bie në sy është se pati një numër shumë të madh qytetarësh mbrëm në sheshin e Shkupit, dhe mund të ishte numri akoma më i madh, por kemi parasysh që shumica muslimane e qytetit të Shkupit në atë kohë po konsumonin, po hanin iftarin, domethënë në kohë Ramazani, dhe nuk kanë mundur t'i bashkohen asaj turme njerëzish, dhe këta i frikson me gjas, i frikson një skenar i mundshëm serb, skenari i mundshëm i Beogradit ku qindra mijëra njerëz dolën në rrugë për të protestuar kundër korrupsionit të presidentit Vučić edhe klikës së tij. Kjo është me gjatë, domethënë, ata kanë frikë që mos duket masive çfarëdo proteste, mos duket masive çfarëdo pakënaqësie, sepse ju rrezikon kultuçet e veta, dhe mundohen domethënë një farë mënyre ta relativizojnë këtë çështje duke arrestuar disa persona sa të rëndësishëm, por edhe të parëndësishëm, ndërkohë që shumë nga fajtorët kryesor për fshirë dhe pronarin e vërtet të biznesit janë në mungesë, domethënë nuk janë arrestuar. Kanë ikur nga shteti ose nuk i kanë kapur fare. Kjo domethënë edhe një herë problemi shumë i madh që po përflitet ditëve të fundit në Tetov, dhe jo vetëm ditëve të fundit, por është një sekret publik që i thonë, është se fajtorët kryesor, të cilët kanë sjellë deri në këtë gjendje, janë kryesisht prokurorët publik dhe gjykatësit e sistemit të drejtësisë në Maqedoni, themi ndoshta sistemit të padrejtësisë, sepse në Maqedoninë e Veriut, domethënë, përveç që nuk ka një shtet funksional ligjor, pra nuk funksionon shteti ligjor, kemi edhe zonë kultura e padrënueshmërisë. Domethënë, po që i fort mund të bësh çfarë të duash dhe t'ja hedhësh shpatë, dhe të prek njeri. Dhe kjo ka krijuar këtë kulturë, domethënë se të gjithë mundohen që t'i bien rrugës shkurt, të gjithë mundohen që të gjejnë mënyra më të lehta për t'i bërë punët, pa i llogaritur mirë pasoja që mund të sjellë kjo gjendje, siç edhe ka ndodhur disa herë më radhë. Ranita, besoni që gjendur dhe në ngjarje pas ngjarje, tragjedi pas tragjedie, kjo tragjedi është një moment reflektimi dhe nxitje ndaj njerëzve që të ngrihen të protestojnë ashtu siç po bëjnë serbët? Unë shpresoj shumë që ky shkak, pavarësisht se asnjë nga 59 viktimat nuk është i kombësisë shqiptare, ne i kemi ndjerë, domethënë edhe ne shqiptarët ngjashëm si maqedonasit, domethënë e kemi ndjerë dhimbjen e njëjtë, edhe kemi llogaritur, kemi prekur në zemrat tona se ata mund të ishin fëmijët tanë, na ka ndodhur më herët, domethënë në qytetet tona ku kemi patur viktima vetëm shqiptare. Dhe këtë e përmend për një arsye, domethënë unë besoj dhe shpresoj shumë që ky të jetë një moment që të na bashkojë si qytetarë në Maqedoninë e Veriut dhe të bëjmë diçka bashkë, sepse e ardhmja jonë është e përbashkët, duam apo duam ne. Domethënë ne jetojmë në këtë vend ku nuk i shmangim dot, nuk i heqim dot ata s'na heqin dot neve. Prandaj domethënë është momenti që ne të jemi pak më unik për të bërë bashkë përballë korrupsionit, sepse ç'është e vërteta politikanët që na udhëheqin, pushteti që na udhëheq, përbëhen nga shqiptarët e Maqedonas, të cilët janë shumë të bashkuar dhe shumë bashkëpunues në aferat e tyre korruptive. Prandaj edhe ne si qytetarë duhet të jemi shumë më afër, shumë më të përbashkët, domethënë të reagojmë njëzëshëm për t'i dhënë një grusht të fuqishëm, jo vetëm korrupsionit, por edhe gjyqësorit të korruptuar dhe të kapur dhe të kalbur, që merr në qafë të rinë tanë.
Janë të rinj tanë të cilët argëtohen, janë fëmijët tanë të cilët argëtohen në hapësira të tilla me rrezikshmëri të lartë, pa kushte, pa sigurinë e duhur. Ndërkohë që fëmijët e gjykatësve, fëmijët e prokurorëve bashkë me fëmijët e politikanëve, domethënë argëtohen klubeve dhe kabareve të Parisit, ndoshta Stambollit, e Amsterdamit, e Berlinit, e lart e poshtë dhe me paratë tona. Pra atyre nuk ju bëhet vonë se kanë humbur, janë djegur të gjallë 59 persona, se fëmijët e tyre i kanë të sigurt. Prandaj, përveç një proteste, unë mendoj që goditja më e madhe dhe protesta duhet jetë e drejtuar pikërisht në organet e drejtësisë, sepse janë të njëjtat organe të cilat ishin po kaq të kapura dhe të fliqura në kohën e para disa vitesh kur në pushtet ishte domethënë partia VMRO dhe BDI, më pas ishte lidhja social-demokrate, domethënë të majtët me Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe tani është VMRO dhe koalicioni Vlen nga ana e shqiptarëve. Domethënë janë të njëjtit, pushtetet ndrohen, për pushteti gjyqësorit mbetet po i njëjti dhe po ata të korruptuarit vazhdojnë domethënë të na kushtojnë jetë njerëzish. Arianita, keni besim që, siç po thoni ju prokurorët, sistemi i drejtësisë, gjyqtarët të marrin atë që meritojnë dhe të mos përsëriten tragjedi të tilla, duke qenë si pasojë e mosveprimit ose veprimit të dyshim të këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve? Kam frikë se po s'ju doq shpirti ndonjërit nga prokurorët dhe gjyqtarët, siç ju është djegur shpirti 59 familjeve në Koçan, 16 familjeve në Bosivar, 14 familjeve në Tetov dhe 54 familjeve tjera të rastit të Bullgarisë, domethënë në rajonin e Pollogut, Tetov dhe Gosivar ka qenë shumica e viktimave. Kam frikë se nuk do e ndjejnë, domethënë nuk po e kuptojnë se çfarë bëjnë me korrupsionin e tyre. Kam frikë se domethënë do duhet që ata ta ndjejnë dhimbjen në lëkurën e tyre dhe këtë nuk ja dëshiroj askujt. Por do doja që domethënë të vinte një moment kur prokurorët dhe gjyqtarët të ishin në një sallë e cila do merrte flak, dhe ndoshta ajo do ishte momenti që do reflektonin këta tjerët se nuk janë të paprekshëm. Në mbrëmë do ju bëj një informacion që ndoshta nuk ka qenë as shumë i përfaqësuar në media. Një prokurore e gjykatës themelore të Tetovës me emrin Leila Kadriu, Sonja Kadriu, ka qenë hetuese në rastin e modularit në Tetov, domethënë në zjarrin në Spitalit Modular. Dhe mbrëm ajo përmes një postimi në Facebook ka informuar se lidhur me përvojën e saj gjatë hetimit të zjarrit në modularin e Tetovës, ku thotë do mundohem kështu, e ka shkruar në gjuhën maqedonase dhe shumica nga ne këto ditë, domethënë më shumë shkruajnë në gjuhën maqedonase se në shqip në rrjetet sociale për t'u dërguar një mesazh edhe bashkëqytetarëve tanë maqedonas të cilët nuk e flasin shqipe. Dhe thotë kështu, parapërsisht zonja Kadriu, thotë në mënyrë të ngjashme bombastike, si tani flisin në mediume në kohën e modularit, servonin lloj informatash për masat të ndërmarra gjatë hetimit, kemi bërë këtë, kemi bërë atë, domethënë për Spitalin Modular në Tetov, ndërkohë që në prapavi i kanë sjell 2 prokurorë të tjerë si ndihmë, e ka futur në thojë zonja Kadriu, thotë sepse lënda ka qenë shumë voluminoze. Dhe në këtë moment, njëri nga prokurorët, të cilin ajo e quajnë Dejan, po nuk ka një mbiemër, thotë ka qenë vetëm një postier, fjala e saj, përmes të cilit i kanë mbajtur në kontroll informacionet dhe i kanë mbrojtur ca persona të caktuar gjatë hetimit që mos bëhen pjesë e hetimit dhe mos bëhen pjesë e dënimeve. Bëhet fjalë kryesisht, domethënë, për persona të cilët njëri ka qenë ministër i shëndetësisë, i cili ka porositur modularet, dhe tjetri ka qenë zëvendës kryeministër për çështje ekonomike dhe pronari i kompanisë e cila e ka furnizuar Ministrinë e Shëndetësisë me modular. Dhe këtu, përveç aferës korruptive ose le të themi favoritizmit që ka ndodhur midis bashkëpartianëve, ka ndodhur që këto modulare nuk kanë qenë të përshtatshme, këto instalacione, këto kontenjerë nuk kanë qenë të përshtatshme për të qëndruar në spitale modulare, sepse nuk kanë patur nivelin e duhur të sigurisë. Dhe për mbrojtur këto gjëra, domethënë një prokuror i quajtur Dejan është dërguar në Tetov për t'i fshehur këto informacione. Dhe zonja Kadriu informon që i njëjti tani është në Koçan.
Nuk dihet nëse Dejani në Koçan mundohet të gjejë vërtetën apo të fshet në një fajtor tjetër, por dihet që pronari i diskotekës nuk është kapur akoma dhe nuk i është bërë akoma emri publik, vetëm se përmendën në grupin e të arrestuarve ish ministri i ekonomisë zoti Kreshnik Bekteshi, disa persona domethënë të inspektorateve, kreu i mbrojtjes së sigurisë kombëtare, kreu i, nuk e di, disa krerë të komisariateve policore në Koçan, në Shqip, në qytetat rreth Koçanit, por dhe po ashtu menaxhuesi, domethënë drejtuesit e diskotekës, të cilët kanë qenë menaxherët e diskotekës, por jo edhe pronarët. Jo zyrtarisht, domethënë ka disa në vendin tonë ka edhe kështu gazetarë të cilët janë, le të themi, i quajmë kontrovers, po japin lajme të cilat kalojnë 2-3 ditë, pastaj edhe konfirmohen. Një nga ato, Zoran Buzhinovski, informonte këto ditë që pronari i vërtet i diskotekës në Koçan bie të jetë bazhanaku i kryeministrit Mickovski. Po ashtu i afërt me kryeministrin Mickovski ka qenë edhe pronari i kompanisë që ka siguruar, domethënë që ka bërë security në këtë diskotekë. Nga kjo kuptojmë ne pse mund të ketë shkuar Dejani i famshëm, apo? Kjo, domethënë, mbrëm dje në mëngjes Buzhinovski paralajmëroi lidhjet e mundshme familjare të kryeministrit me pronarët e vërtet të diskotekës. Mbrëm prokuroria informon që Dejani pamkeq po sillet rreth hetimeve në Koçan. Kështu që ky është edhe ai momenti që e thash edhe më herët, domethënë nuk është se vetëm unë jam i vetmi që nuk i besoj organeve të drejtësisë. Tu dihet, domethënë, drejtësia ka besueshmërinë me më pak se 4% në rang kombëtar, në rang shteti. Domethënë, pothuajse askush po dole të bësh një anketë në rrugë dhe të pyesësh qytetarët se a besoni në drejtësi, domethënë do ishte mrekulli e madhe po gjete në mesin e nuk e di 100 qytetarëve, 2-3 persona do thonë që po. Është domethënë aq i kapur, aq i kalbur, aq i krimbur, aq i korruptuar ky sistem, sa që na kushton jetë njerëzish dhe nuk dihet akoma kur edhe sa të tjerë, domethënë më nuk bëhet fjalë a do të ndodhin përsëri, po kur do të ndodhin përsëri. Arianit, duke ju falenderuar shumë për intervistën dhe duke uruar që ngjarje të kësaj natyre kaq tragjike të mos ndodhin më, faleminderit shumë për kohën dhe shihemi në intervista të tjera. Unë falenderoj edhe një herë për kohën tuaj, për interesimin tuaj dhe sidomos domethënë që po e mbani edhe publikun në Shqipëri të informuar me këtë gjendje. Edhe ju dëshiroj shumë punë të mbarë dhe shihemi shpresoj për gjëra më të mira. Shumë faleminderit. Mira.